Boza e shishme, vlerat dhe historia e origjinës shqiptare. Ndoshta jo çdo kush e di, por historia e kësaj pije nuk do të ishte e plot pa përmendur Haxhi Sadikun, shqiptarin që ngriti një dyqan të famshëm të prodhimit të bozës në Stamboll në vitin 1876. Boza është rezultati i një fermentimi të kujdesshëm. Armenët prodhojnë një lloj boze më të thartë, ndërsa shqiptarët prodhojnë bozën e ëmbël pa alkol. Pikërisht kjo bozë marosi sultanët e perandorisë osmane. Boza shitej në të gjithë Shqipërinë gjatë komunizmit, por e humbi popularitetin pas rënies së regjimit dhe prishjes së punishteve të ëmbëlsirave, duke bërë pothuajse të panjohur veçanërisht në jug të vendit. Tashmë boza shitet thuajse në të gjitha marketet në Tiranë dhe jo vetëm. Thuhet se të parët që e shpikën bozën shqiptare ishin goranët e Kuksit, të cilët krijuan një traditë të çmuar të saj. Sot ajo prodhohet nga firma dhe familje të ndryshme gati në të gjithë Ballkanin dhe mendohet se përbën një thesar ende të pazbuluar mirë. Është e shëndetshme, e përvetësueshme, e shishme, e pasur me fermente që ndihmojnë tretjen dhe pengojnë zhvillimin e mikroorganizmave të purifikimit të zorëve. Është e dobishme për të gjithë, të sëmurë dhe të shëndetshëm, të mëdhenj dhe të vegjël, me pak fjalë magjike. Për një numër familjesh të komunitetit goran në rrethin e Kuksit, kryesisht të fshatrave Borje, Zapod dhe Shishtavec, në historinë e tyre të biznesit dhe veprimtarisë esnafe, boza zë një vend të veçantë. Është një pije freskuese, përhapur kryesisht prej tyre në vendet e Ballkanit dhe më gjerë në lindje, aty ku gjenden profesionistët që njihen me emrin usta dhe që din ta prodhojnë. Boza e melit është më e mira, por sot zor se prodhohet më, pasi kushton shumë, por edhe boza e misrit ka vlera të shumta. Vlerat e bozës. Boza ka disa veti për shëndetin siç janë: normalizimi i tensionit të gjakut, rritja e prodhimit të qumshtit te gratë që kanë fëmijë në gjë, si dhe ndihmon në tretjen e ushqimit. Boza është një ushqim i vlefshëm pasi përmban vitaminën A, C, E dhe 4 lloje vitaminash B. Ajo ka vlera ushqimore për shkak të nivelit të lartë të proteinës, kalciumit, hekurit, fosforit, zinkut, tiaminës dhe niacinës, gjithashtu dhe riboflavinës. Boza është një pije që t'jep energji dhe forcë. Ajo ka baktere mjaft të mira dhe rekomandohet për atletët si dhe për gratë shtatzana. Boza ka 4 përbërës kryesor: kokrameli, miell, miell misri ose gruri, sheqer, ferment, farbuke ose bozë mparshme dhe ujë. Dallon nga bozat e prodhuara në vende të tjera, nga që përbërësi kryesor i saj është misri, kurse në Turqi, Bullgari dhe Maqedoni mund të jetë gruri, elbi, mielli dhe qiqrat. Pas prodhimit, boza duhet të ruhet në një temperaturë prej 2 apo 3 gradësh Celsius, temperaturë në të cilën mund të ruhet për rreth 1 muaj. Boza nuk duhet të lihet në ngrirje, pasi kjo sjell ndarjen e ujit nga lënda e thatë. Shija e bozës varion nga lloji i drithit të përdorur. Një shishe bozë e përgatitur me drithra të ndryshëm ka sipas studiuesve 12.3% sheqer, 1.6% proteina dhe 0.7% yndyrna. Në vendin tonë ajo prodhohet si pije freskuese gjatë gjithë vitit.